Mos pajtimet brenda koalicionit Vlen tashmë nuk janë fshehtësi. Dilemat se a do të shkojnë bashkë në zgjedhje lokale apo Aleanca për Shqiptarët do të shkojë vetë kanë tunduar koalicionin Vlen. Ne jemi pjesë e Vlenit, jo sa e shohim afër Vlenit, ne jemi pjesë e Vlenit. Do të tentojmë deri në fund që të gjejmë një zgjidhje së bashku me Vlenin. Nëse jo, kemi edhe opsionin që të shkojmë vetë në zgjedhje. Pakënaqësitë siç duket kanë lindur edhe për shkak kanaleve të komunikimit Taravari Ahmeti, madje të shtunën pati edhe shtrëngim duarsh mes dy liderëve, por Taravari tha se ka qenë takim i rastësishëm sepse nuk e kishte ditur që edhe Ahmeti do ta takonte presidentin shqiptar Bajram Begaj. Unë se kam plan edhe ndërmend që mos flas një politikan shqiptar apo makedonas këtu në vend. Përveç me Apasjevën s'du të kem punë. Me tjerit me kret jam ndjenjë tulem, bisedoj, flas. Edhe pas kuvendit të Aleancës për Shqiptarët që u mbajt sot në Gostivar, Taravari tha se do të bën përpjekje që me Vlenin të dilet bashkë në zgjedhje lokale. Kuvendi qendror praktikisht e angazhon Këshillin Drejtues, kryesinë e ngushtë të partisë, që të tenton edhe më tutje që me Vlenin të gjenë gjuhë përbashkët për dalë në zgjedhje së bashku, që është shumë e rëndësishme për ne, por nuk i hedhim edhe opcione tjera rezerve, që në qoftë se nuk mund gjejmë gjuhë përbashkët. Kryeministri Mickovski u përmbajt nga komentimi. Јас би се воздржал од било какви коментари, само би кажал дека владата функционира обединето, единствено. Ова влада има, би рекол, неофицијално чиста двотретинска поддршка во рамките на Македонското собрание. Реално 78 пратеника ја поддржуваат. Për dallim prej partive tjera në Vlen, Aleanca për Shqiptarët vlerëson se në zgjedhje të 4 partitë duhet të dalin me lista të veçanta për këshilltar komunal. Të hënën 7 prill, me Arben Taravarin si mysafir në Klik Plus në televizionin 21, pritet të mësohen detajet rreth vendimeve që pritet të merr Aleanca për Shqiptarët.